Okej, atëherë, domethënë, unë kam një problem në fakt me mënyrën e të menduarit, jo pse shifrat janë njësoj, sepse edhe unë bie dakord me Erlen, qofse shifrat janë njësoj, çon si ka kush e ka kopjuar dhe kush e ka shpikur, ato bëhen sot. Plotësisht dakord, parlamentin e keni, instrumentet e keni, bëhen sot, por ka një problem me përgjegjësinë e atyre shifrave, doktor. Dhe po ju drejtohem ju me qenë se ato janë tujat origjinale. Nuk kopja ka pyetje tjetër. I referuat një shifre 8 miliardë dhe kjo ka të bëjë me buxhetin e shtetit, jo me buxhetin e sigurimeve shoqërore. Dhe kjo është vi demarkacioni për një parti të djathtë. Ndarja e buxheteve. Që do të thotë, buxheti i shtetit nuk mund të jetë me ngarkesa ekstra. Arsyeja pse kemi ardhur në këtë pikë, nuk është puna pse e thotë Edi Rama, duhet të shohim vërtetën siç është. Arsyeja pse kemi ardhur në këtë pikë nuk është në pikën pra që nuk i rrisim dot pensionet, nuk është se mungojnë parat në total, por mungon kontributi i sigurimeve shoqërore, që do të thotë fuqia punëtore ka rënë. Pse? Ka nik njerëzit në emigracion. Ky është hall. Është hall shumë i madh ky. Dhe po vazhdojmë me këtë ritme. Dhe po vazhdojmë me këtë ritme, do shkojmë në kolaps total. Dhe nuk është vetëm çështje sigurime shoqërore këtu, është çështje e biznesit, është çështje e ekonomisë, është çështje e shoqërisë të tërësi. Shqipëria nuk besoj se bëhet madhështore në qoftë se harxojmë gjithë kohën e nevojshme dhe gjithë paratë e buxhetit për pensionistët. Nuk e besoj. As në Europë nuk jemi kështu, as të madhështorët nuk jemi. Kështu që kjo ndarje duhet jetë besoj unë të paktën, duhet jetë e prerë. Pra pyetja është e parë, dakord që do të arrisim pensionin dhe s'ka pse të mos arrisim pensionin, nëse është e mundur për të arritur. Por çfarë do bëjmë që të arrisim kontributet, doktor? Jo të prekim buxhetin, se po prekim buxhetin, kolapsën. Domethënë do lëm rrugë pa bërë për të paguar pensionet, që ta themi pak më thjesht. Do lëm ca shërbime që janë më të rëndësishme për njerëzit aktiv për të paguar pensionet. Dhe e dyta, që mua më shqetëson më shumë, paga 500 euro, doktor. Paga 500 euro, doktor, në... 500 euro. 500 euro. E keni të dy isoj. Po ta boni që nesër, është sigurt që çka ka fasonerin në Shqipëri mbyllen. Është sigurt kjo. Pse është sigurt? Kursin e euros ju e dini se çfarë katastrofa është. Dhe ky kurs e euro shtohet artifica të tipit 500 euro, është sigurt që ata falimentojnë. A jemi gati në ta përballojmë këtë kosto sociale? Se kjo nxjerr njerëz pa punë, kjo nxjerr mbyll bizneset, kjo na sjell ca pasoja të tjera, por post fakti që kam idenë që do na shtojë informalitetin, nuk do na e paksoj. Dhe kjo është jetike. Në qoftë se këto propozim, se i keni, ka i problem, doktor, janë dy partitë më dha në këtë vend që vendosin. Dum s'dum ne, ju do vendosni. Ju keni rolin për të vendosur në Shqipëri. Atëherë, në qoftë se ju të dy jeni dakord që këtu do të vendosni këto lloj gjërash, kam përshtypjen që po na çonin në një katastrofë. Faleminderit për ndërhyrjen. Së pari, është e vërtet që largimi masiv i njerëzve ka ullë numrin e të punësuarve në mënyrë theksuar. Por nga ana tjetër, është e vërtet se ekziston një informalitet shumë i madh që arrin gjerë në 40%. Shumë i madh që arrin minimumi 40%. Dhe është e vërtet që në një sistem korruptiv, informaliteti, lufta kundër informalitetit bëhet iluzion. Bëhet iluzion. S'lan patronazhistët, nuk lan familjarët e qeveritarëve, ata kanë zëvendësuar tashmë çdo grup interesi. Grupet e interesit janë zëvendësuar se po ti dëgjosh, dhe se mirë është ti dëgjosh grupet e interesit. Paktën ti dëgjosh. Po ama të bësh çfarë të thotë rreth yt i ngushtë, që ka vetëm interes të pasurimit dhe t'injorosh ata, pastaj shkon jo mirë. Kështu që jam plotësisht dakord, por ka dhe një moment tjetër këtu. Sigurisht që për të rritë pensionin dhe për do të marrish nga buxheti i shtetit. Këtu jam plotësisht dakord. Jo, unë s'jam dakord me fondretën. Po nuk rritet ndryshe. Jo, e kam fjalën nuk rritet. Nuk mund të rritet për të marrë premtimin. Do marrim nga taksa domethënë, kjo është. Por këtë gjë
Ne kemi bërë, ne dyfishuam pensionet e ulta, rritëm me 70% pensionet e mesme, rritëm me 40% pensionet e larta gjatë 8 viteve. Vetëm ka i gjë këtu. Dyfishuam rrogat. Kjo është një fakt edhe mbi dyfishim, infermierët, mësuesit, mjekët, mbi dyfishim. Por ne ndërtonim punët publike me çmimet e manualeve. Ndërtimi, ju e dini, ka manualet. Sigurisht. Dhe në qoftë se ne rrugën Lushnjë Fier e ka ndërtuar një kompani italiane me një kontraktor shqiptar me 1 milion euro kilometrin, 4 korsi, ajo rrugë sot nuk kushton kur 2 milion, as 5 milion, as 10 milion, ajo kushton 1,3 milion. Sepse 30%... Ato para shkojnë në rrugë të tjera, në rrugë të reja, jo të pensionit. 30% është rritur indeksi i çmimeve në ndërtim. Kurse këtu, merr një tjetër, po marrim rrugën tjetër të japë sheu. Rruga Korçë-Kolonjë. 18 kilometrat e para janë ndërtuar me 800.000 euro kilometri. Po të ndërtosh një rrugë tjetër. 18 rrugë tjetër me më pak lek, po jo të 17 japësh kilometra pensione. tjera kaluan në 5 milion euro kilometri. Pra, ne do ndërtojmë rrugë, ju garantoj, po do ndërtojmë rrugë me çmime të bazuara në indeksin, në treguesin e rritjes çmimeve sipas manualeve të ndërtimit. E kam thënë ndoshta edhe në këtë studio, merrni në Google dhe shihni një rrugë në Kroaci. Rruga në Kroaci është një rrugë Bjeliosek-Manastir, një autostradë 17 kilometra, 27 metra e gjerë, është ndërtuar me 27 milion euro. Është ndërtuar me 27 milion euro, 17 kilometra. Pra 1,6 Pra ju milion thoni euro kilometri. do t'i bëni rrugët, dakord, Standard por evropian, me çmimet sipas manualeve. Jo, kjo s'bërim, po ne i çmime bëmë të sipas ulta. manualeve, ky i bëri sipas xhepit. Se të marrësh tani, u fie një gjë. Manual është edhe xhepi. Urdhë, të marrni një gjë këtu. A keni dëgjuar ndonjëherë në botë, a mund të lexoni, në qoftë se gjeni një njeri, një qeveri që ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote, po kjo më burr të kalon çdo lloj fantazia. Kjo bëhet për të Dhe blerë 14 dhe ndërkohë dhe paga Tani minimale vim këtu. 500 euro që tha Tek Manjani, 500 ja euro, jemi po. gati për koston që mund t'jap. Jam këtu, Po. po. Sa është 500 T'jap euro, fjalën këtë Ilyas. tani po. Kjo, jo, nuk, për bërë një, për tani, paga minimale është 400 euro. Ka që është si mas llogaritje zyrtare, them unë, po. Çfarë do bëhet me, jam e drejtë, shumë e drejtë ajo që thatë ju. Por absolutisht do t'i kompensohet 1 për 1 nga shteti me taksat. Po pse e rrit pagën pra? Jo, pagën e rrisë sepse do t'i jep mirëqenie punojësit. Po do ta bëjnë të zezë edhe Jo, punojësit. jo, nuk do e bëj dot në zezë, sepse unë, sa të kushtoj, sa të humba ty si përmarrës me këte 20% pagave të punojësve, kaq. Urdhëror zotëri do i kesh ulje taksash. Tjetër, kemi euron, e the bukur ti. Është gjëja më jo e përgjegjshme. Euro në qoftë se do të marrësh njerëz në punë, dhe do të eksportosh dhe do të marrësh ekonomi, je i detyruar çdo qindark të narko-euros t'ja u kompensosh eksportuesve. Dhe çfarë bën në këtë rast? Ti krijon bordin nuk krijohet për çmimin e naftë siç bënte ky, po bordi krijohet për të kompensuar çdo qindark eksportuesve që ata të mos e ndjejnë këtë kurs që vjen nga narko-euro. Pra shteti i ka këto mundësira. 8 miliard. Po ikim nga e djatha me këtë formule, këtu e kisha për... Jo, nuk ikim nga e djatha, Janë formulat majta ta vazhdoj për ty, çik Manjani. Jo, nuk Po, jo do ikim ta nga e vazhdosh edhe djatha këtë. për arsye sepse një shpërndarje njerëzore është gjithnjë domosdoshme. Po qofse thuhet ti, mund 8 miliard aty, dhe unë do lë 16 milion, është shpërfillje absolute për ta, po si mund të lash 16 milion euro për 800.000? Po jo, më Albin Kurti, për gjysmën e këtyre pensionistëve lanë 100 milion. Albin Kurti, për gjysmën e tyre, para 4 muajsh, mori 100 milion dhe i vuri aty. Dhe u tha pensionistëve do të keni 20% rritje.